për ushtrisë shqiptare të Kosovës e jo për individ të caktuar. Po edhe kam edhe një pyetje për fund, Basan Azmi, se me që ime kështu lidhje direkte me nga Hoga, domethënë e kem pamundur me zgjat më shumë komunikimin. E kam një pyetje për fund, çka nëse hipotetikisht dënohen shlirimtarët në Hog? A mund të vëtë pikpyetje pavarësia e Republikës Kosovës? Që sa të besoj që pavarësia e Kosovës, kurse si mirë, po imazhi i Kosovës, imazhi i ushtrisë shlirimtare të Kosovës, imazhi i popullit të Kosovës, nëse dënohen. Mirë, po kam bindjen e plot që këta luftarët e Kosovës, njerëz që janë këtu, kanë ardhur në vullnetin e tyre, kanë ardhur në mënyrë vullnetare, kanë ardhur për ta mbrojtur jo vetëm vizionin e tyre, detyrat e tyre, por ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe më shumë të popullin e Kosovës dhe vetë Kosovën. Mirë, po nalën vetëm janë rreth procesi 3 çështje, 3 skenare të mundshme. Skenari i parë Sadri. Rreth pyetjes është shumë pyetje interesante, pavarësia e Kosovës është shpallur, shteti është shpallur dhe kjo nuk ka kthim mbrapa. Mirë, po çka ka e keqe nga kjo, imazhi i Kosovës, imazhi i ushtrisë shlirimtare të Kosovës, imazhi i gjithë popullit të Kosovës, por edhe i politikës Kosovës, nëse dënohen këta persona, do të bie, them drejtën, do të shkelet imazhi i Kosovës, do të bie hije keqe Kosovës, do të bie hije keqe politikës Kosovës, dhe luftës shlirimtare të Kosovës. Mirë, po, e them këtë, duke bazuar, duke besuar në drejtësinë e plotë. Po, shkurtimisht Bacanaz, më fal. Thonë më herët që janë 3 skenore të mundshme. Cilat janë ato 3 skenore për fund? Skenari i parë është fajsimi dhe lirimi i gjithë të burgosërve, të gjithë akuzuarve që në Hagë. Do me thënë, nga kjo varet se sa trupi mbrojtës i avokatëve të akuzuarve është në gjendje të rrëzojë të gjitha provat, të gjitha dëshmitë, të gjitha akuzat, apo ato akuzat që janë për ata. Do me thonë roli skenari dytë, do me thonë dhe lirimi i plot i gjithë antarëve. Skenari dytë mundet jetë, do përflem nga përvoja që kanë kaluar shumë procesit tira ndërkombëtar. Skenari dytë mund të jetë një shfaqsim thuja i 90% i gjithë akuzuarve, një dënim i lehtë i disa personave, apo një, apo 2, apo fare, shumë i lehtë me përgjem dhe pjesa dërmuese të kanë liru. Dhe skenari i tretë është që besojmë që s'mundet me ndodhë kjo, të gjenden provat, dëshmitë dhe prokuria të jetë në anën e saj, me faktet, me argumentet, me dëshmitë, disa prej tyre të marrën një dënim. Mirë, po shpresoj shumë që i pari, skenari i parë, shfaqësimi dhe lirimi i plot. Basanaz, shkurti më fal që po ndërpres, se jemi edhe në lidhje po më kështu me Viber her pasere për tub zoni. Për fund, deshta shkurtimisht, a do të kemi lirimin e ish-presidentit Hashim Thaçi këtë vet apo jo? Shpresoj që po, shpresoj, edhe shpresoj shumë. Na i muj më na e vonë ekskluzive. Mujnë dhëtur, mujnë antur, mujnë qëshur. Jo besoj se pas verës. Para verës nuk ka mundësi. Bra, dërë të gjitje. Nashta Basa Zafer, nashta kona i pytja. Kina i pytje për nëzmi. Jo, unë njerë po vjen mirë, do më dhonën që ka bon ato që ka bon dhe ka këtë qëndrim që ka për luftën e lavdishme të UÇK-s, për ndryshe pajtojmë plotësisht, sepse unë vetë kam qenë nëndorë në Hagë, dhe bëdhonë edhe di se ku ka qenën edhe ku është tendenca e prokurorisë në këtë rast ndaj luftës së UÇK-s. Në fakt, me që dje është mbyllur çështja e dëshmitarve, atëherë unë i takoj asaj grupës se dëshmitarve që nuk na kanë thirrën, diku një 15-20 vjet që i kanë ekër para 2-3 muaje. Për ndryshe unë jam i gatshëm me dëshmu, domethënë natyrisht për luftën e lavdishme të UÇK-s që nga dita parë deri te fundit. Edhe aty, domethënë që janë proceset, besoj se miqtë e mi i kanë edhe avokatat e tyre deklaratat e mia. Unë
për sa të ka jetë në këtë botë, asë një sekund nuk ja kësha ekën luftës për lirit Kosovës. Bile, mu me thonë që nështë jem pishmon që nuk u mujtën ma shumë me bo. Jo veçune, po të gjithë ata që e konë luftetarë të vërtet të UÇK-s. Ideja për me inkriminu ushtrit qërimtarët Kosovës është një tendencë për me krahasue luftën qërimtare me luftën gjenocidale që ka bo Serbia. Kjo është një gjykat politike, si që tha dhe zotnia, sepse ne dim edhe burimin, pra mos marrim kohë se si ka ardhur deri te themelimi i kësaj gjykate. Për ndryshe, për ato dëshmitarë që me shumë vëmendje në mesin e pak vetëve që e konë përcjellën, domethënë me shumë vëmendje gjitha që e konë publike, tregon nivelin e ultë të kësaj gjykate ku ka ra dhe me çka o marrën me çfarë dëshmitar, përjashtua ato dëshmitar të paguar nga Serbia që përmes avokatit Kadrisë dhe tashimit prokuroria është detyruar me i largue. Basanaz, po? Sa drejtë të një, pak ma parë, ma ka dërguar një prej ish prokurorëve të tribunalit të ish Jugosllavisë, kam kontakte me te një pyetje, i kam bërë një pyetje dhe ma ka dhënë përgjigje rreth proceset që po kalojnë pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës apo njerëzit që kanë rreth politikën e Kosovës dhe ndërtimin e Kosovës. Ai më thotë, e kam përkthyer, jo munduar që në mënyrë të qartë ta përkthej, vetëm kështu. Procesi në Hagë është ndërlikuar dhe politikisht i ndihshëm. Afro pa pak mas telefonin se s'po dëgjoj fal. Po? Ndaj epilogu do të ketë ndikim të madh, jo vetëm për personat e akuzuar, por dhe për Kosovën dhe rajonin e tërë. Dhe një prej gjykatëve në rastin e Miloševićit dhe të akuzuar tjerë nga Bosnia. Unë më falë, nëse më lejon edhe Sadria, po pajtojmë plotësisht edhe me mendimin e aty gjyqtari, sepse përmes dënimit të kreve të UÇK-s menohen kjo gjykat politike me dënue luftën për liri. Dhe në momenti që e kriminalizohet lufta për liri, vihet në pyetje themeli i shtetit Kosovës. Pavarësia Kosovës, sepse ju edhe gjithë e dinë që përmes një vendimi të gjykatës ndërkombëtare është e pranuar drejta e Kosovës për pavarësi. Dhe asnjë vend i botës demokratike nuk e pranon një shtet i cili burimin e ka të një organizatë kriminale, hipotetikisht po them, nëse dënohem. Prandaj po menoj se përgjigjja ka qenë edhe profesionale, edhe politike e atij gjyqtari që e ke pyetur. Po. Falenderoj shumë Basanaz, uroj më pas së shpejti këtu live në emision bashkë me një emision të radhës.